të nderuar të pranishëm, kumtesa jonë është në bashkëautorësi me kolegun Ramadan Shkodra dhe ka një titull pak më ndryshe nga ai që është prezantuar në program. Nga Topojani në Mekë, trashëgimia vakefnore e familjes së Ali Beut në 5 breza pashallarësh. Historia shqiptare për arsye të ndryshme vazhdon të pasqyrohet me boshllëqe të ndjeshme, të cilat ende presin të plotësohen me kërkime të thelluara shkencore. Në këtë sfond, jo pak personalitete e ngjarje janë përmendur pjesërisht, në mënyrë të cunguar, madje në raste të caktuara edhe në mënyrë jo të paanshme. Shpesh veprimtaria e disa figurave shqiptare të rëndësishme njihet me shumë jashtrojeve të tyre se sa në vendlindje. Në mesin e këtyre figurave bën pjesë edhe Ali Beu, themelues i një familjeje fisnike shqiptare, nga e cila dolën disa prej pashallarëve më të rëndësishëm të shekullit 16-17. Hysen Begu, veziri Ayas Pasha, kryeveziri Koxha Sinan Pasha, si dhe nipat e tij Mustaf Pasha, Hasan Pasha e Mehmet Pash Kaçaniku dhe stërnipat e tij Mustaf Pasha dhe Beqir Pasha. Këto personalitete me veprën e tyre shtetërore, ushtarake, humanitare dhe urbanistike të i kalojnë për masat lokale duke hyrë në kuadrin e elitave politike dhe kulturore të perandorisë osmane. Në rrafshin e trashëgimisë materiale, sidomos Koxha Sinan Pasha dhe djali i tij Mehmet Pash Kaçanikliu, spikasin si themelues institucionesh dhe ndërtimesh që ruhen deri në ditët tona në Kaçanik, Prizren, Shkup, Tetov, Diber, Gostivar e Megjer. Qëllimi i kumtesës sonë është paraqes shkurtimisht prejardhjen, veprimtarinë dhe trashëgimin vakefnore të 5 brezave të kësaj familjeje të shuar shqiptare, e cila, pavarësisht ndikimit të saj të jashtëzakonshëm, ende nuk ka një monografi të plotë shkencore, ndërsa në verzionin për botim këto të dhëna sigurisht do të jepen të plotësuara dhe të zgjeruara. Kjo familje fisnike shqiptare ka origjinën nga Topojani i Lumës. I pari i njohur është Ali Begu, figurë me ndikim në kohën e tij, gjë që dëshmohet edhe nga titulli Beg. Tradita shkrimore dhe burimet e kohës japin si vepër të tij ndërtimin e 4 urave në Prizren, ndër të cilat edhe ura e Gurit e vitit 1533, që mbetet një nga monumentet më të njohura të qytetit. Ali Begu i përmendur kishte 3 djem. Hysen Begu, i përmendur në vakefnomet e shekullit 17 si pronar çiftligjesh në Topojan. Ayas Pasha, vali i Bagdatit, me pasaj Beylerbey i Diyarbekrit, u ekzekutua pas rebelimit të Shehzade Bajazitit në vitin 1559. Bijtë e tij ishin Mehmet Pasha dhe Mustaf Pasha. Koxha Sinan Pasha, një nga figurat më të shuara shtetërore shqiptare në perandorinë osmane, ishte djali i tretë i Ali Beut. Sami Frashëri në veprën e tij Kamusul Alam e thekson qartë origjinën shqiptare të këtij fisi dhe lidhet familjare ndërmjet Ayas Pashës dhe Sinan Pashës dhe të tjerëve. Mustaf Pasha, djali i Ayas Pashës, u bë vali i Prizrenit dhe rreth viteve 1562-63 ndërtoi një xhami të bukur në qytet, e cila fatkeqësisht u shkatërrua në shekullin 20 dhe për vllajën e tij Mehmet Pashën dhe për Hasan Pashën, valiun e Adenit, të dhënat janë më të pakta. Sikur se e tham, djali i tretë i Ali Begut, Koxha Sinan Pasha, gëzon dëshmi të shumta burimore. Biografia e tij përfshihet në veprat e Tahir Efendiut, Sami Frashit, Babingerit, Peçeviut, Jorges, Elezoviçit, Kaleshit e të tjerëve. Tahir Efendiu në kronikën e tij shënon qartë, është me prejardhje nga Topojani, e ka pushtuar Yemenin. Sinan Pasha i përmendur u ngrit në detyra që nga koha e Sultan Sulejmanit, u bë Sanxhakbej në Mallata, Kastamonu, Gaza, Tripoli, të Sirisë, Erzurum dhe Halep. Në vitin 1568 u emërua me këmbës i Egjiptit, nga ku organizoi fushatën kundër Yemenit të rebeluar. Në vitin 1571 vizitoi Gjiden dhe Mekën, ku ndërtoi disa vakefe të rëndësishme. Drejtoi fushatat në Tunizi dhe Gjeorgji. Shërbeu 5 herë si vezir i madh i perandorisë osmane. Lidhja e tij me vendlindjen ishte e fortë. Me ndërhyrjen e tij, Sultan Murati III në vitin 1586 lëshoi një ferman që i lironte nga tatimet 5 fshatrat e Lumës, që ishin haset e tij. Po ashtu ndërtoi një ujësjellës në vendlindje në Topojan. Sinan Pasha lidhet ngushtë me themelimin e Kaçanikut.
Kalaja e Kaçanikut, xhamia e ndërtuar në vitin 1594, imareti, 2 hane, shkolla, hamami, një kompleks i tërë urbanistik, pra janë të ngritura nga ai. Vakefnamet e tij përmendin 10 prona, mullin, konaçe, hane, hamame, toka, kullota, ndërtimet e tjera në Kaçanik, Shkup, Prishtinë, Vraj, Goric, Malt, Kratov, Novobert e tjera. Në hapësirat e perandorisë osmane ai ndërtoi ose vakefnoi xhami, mektebe, karvansaraje dhe imarete në Yemen, Gjeorgji, Siri, Egjipt, Turqi, Greqi, Bullgari dhe Arabinë Saudite. Haset e tij shtriheshin në sanxhaxhet e Manastirit, Serezit, Plovdivit, Janinës, Vlorës, Mores, Nikopolit, Konjes, Akshehirit, Nigde, Agribozit e tjera. Vepra e tij e sheh këtë figurë jo vetëm si burgshtetas, por edhe si një nga vakeflënësit më të mëdhenj të botës shqiptare në periudhën osmane. Djali i tij Mehmet Kaçanikliu, siç nënshkruhej, vazhdoi traditën shtetërore dhe bamirëse të familjes. Ai shërbeu si aga i Jeniçerëve, Belerbej i Rumelis, vali i Siris, serdar me gradën vezir, muhafis i Beogradit, vali i Konjes dhe i Damaskut. Ai kishte prekrahjen e oborrit perandorak, pasi ishte i martuar me motrën Sultan Selimi II, princeshën Xhemile. Edhe Mehmet Pasha la një trashëgimi të pasur vakefnore. Në Kaçanik ndërtoi ura, hane, kroj dhe mullin të rinj, duke shndërruar vendbanimin në një qendër të zhvilluar rreth vitit 1600. Në Shkup vakefnoi një xhami, një mekteb, një teqe dhe një bibliotek. Në Gostivar ndërtoi një xhami, një shkollë, një karvansaraj dhe një hamam. Për mirëmbajtjen e tyre caktoi të ardhura të rregullta. Vepra e tij u vazhdua edhe nga pasardhësit. I biri Mustaf Pash Kaçanikut ndërtoi një xhami në Gostivar 1644. Nipi i tij Ebu Beqir Pasha themeloi xhaminë e Sahatit dhe medresen pranë saj, po në Gostivar. Si përfundim, familja Alibeut përfaqëson një prej ogjaqeve më të rëndësishme shqiptare të periudhës osmane, me ndikim të vazhdueshëm në administrat, urbanizim dhe kulturë për më shumë se 5 breza. Origjina e tyre nga Topojani i Lumës, e dokumentuar në burime osmane dhe europiane, e lidh këtë familje me një hapësirë të qartë shqiptare, pavarësisht karrierës së tyre të gjerë në struktura të larta perandorake. Hoxha Sinan Pasha përbën figurën kulmore të familjes, duke ushuar si një ndër shtetarët kryesor të periudhës klasike osmane, me 5 mandate si vezir i madh dhe me ndikim të jashtëzakonshëm politik, ushtarak dhe vakefnor. Aktiviteti vakefnor i kësaj familje dëshmon një politik të menduar të zhvillimit urban, ku ndërtimet, xhami, shkolla, hane, karvansaraje, ura funksiononin si mjetet të stabilitetit ekonomik dhe të konsolidimit administrativ të territoreve. Ndërhyrjet e Sinan Pashës në vendlindje në Lungë, përfshirë privilegjet fiskale dhe investimet infrastrukturore, tregojnë një lidhje të fortë familjare e emocionale me vendin e origjinës. Trashëgimia vakefnore e familjes ka ndikuar në formësimin urban, fetar dhe arsimor të disa qyteteve kryesore shqiptare, duke lënë gjumë të qëndrueshme në hartën kulturore të trevave tona. Mungesa një monografie të plot për këtë familje tregon boshllëqet e evidentuara në historiografinë shqiptare, e cila ende nuk e ka trajtuar në mënyrë të sistematizuar rolin e elitave shqiptare në administratën osmane. Studimi i vakefeve të kësaj familje dëshmon qartë se vakefi ishte një mekanizëm shumë dimensional, fetar, ekonomik dhe politik, që shërbente për menaxhimin dhe ndërtimin e një infrastrukture publike të qëndrueshme. Studimi i 5 brezave të familjes së Alibeut nxjerr në pa një model trashëgimie të ndërthurur ndërmjet pushtetit politik, merites administrative dhe bamirësisë së institucionalizuar, i cili karakterizon elitën shqiptare në shekujt 16 dhe 17. Ju falenderit.